si që tha, adresa e por e sinjalizimit është brenda institucionit. Është përkatësisht zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit. Por, si duhet vepruar zyrtarët përgjegjës pasi ta pranojnë një rast të sinjalizimit? Cila është procedura që duhet ndjekur dhe cilat janë kompetencat që ata kanë gjatë trajtimit të rasteve të sinjalizimit? Me rastin e pranimit të një rasti të sinjalizimit, zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit duhet që të zhvilloj një hetim administrativ. Ky hetim administrativ ka për objekt vlerësimin e pretendimeve të ngritura në një raportim të interesit publik të bën nga një sinjalizues, pra nga një sinjalizim. Janë 3 faza që duhet ndjekur me rastin e zhvillimit të hetimit administrativ në rastet e sinjalizimit. Është trajtimi fillestar i rastit, është hetimi administrativ dhe janë veprimet pas përfundimit të hetimit administrativ. Me rastin e pranimit të një raportimi me interes publik, zyrtari përgjegjës nuk fillon me njëherë hetimin administrativ. Paraprakisht, zyrtari përgjegjës duhet të vendos për pranimin apo refuzimin e një raportimi në interes publik. Kjo fazë njihet si faza e trajtimit fillestar të raportimeve në interes publik. Me rastin e trajtimit fillestar të raportit në interes publik, zyrtari përgjegjës fillimisht konstaton nëse raporti është i plot. Nëse raporti nuk është i plot, atëherë kërkon nga sinjalizuesi plotësimin e raportit duke ja dhënë edhe sqarimet e nevojshme. Ndërsa, nëse raporti është i plot dhe kjo fazë nuk është e nevojshme, atëherë zyrtari përgjegjës fillon trajtimin fillestar të raportit në interes publik. Me rastin e trajtimit fillestar të raportimit në interes të publikut, zyrtari përgjegjës ka para vetës 4 pyetje të cilave duhet të përgjigjet. Të 4 këto pyetje paraqesin kritere për pranueshmërinë e një rasti të sinjalizimit. Kështu, nëse një nga këto 4 kritere nuk plotësohet, atëherë raporti refuzohet. Këto kritere apo pyetje janë: objekti i raportimit, a paraqet kërcënim apo cënim të interesit publik? A është bërë sinjalizimi në kontekst të marrëdhënies së punës? Çështja e raportuar, a hyn në kuadër të kompetencave të institucionit ku është paraqitur raportimi me interes publik, si dhe a përmban raportimi informacione që janë të klasifikuara sipas ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. Nëse plotësohen këto 4 kritere, atëherë zyrtari përgjegjës merr vendim për pranimin e sinjalizimit dhe për këtë e njofton sinjalizuesin. Vetëm pas vendimit për pranimin e sinjalizimit, fillon faza e hetimit administrativ, që paraqet fazën kur vlerësohen pretendimet e ngritura në një raportim të interesit publik. Por, çfarë është hetimi administrativ? Hetimi administrativ përkufizohet si një procedurë administrative, gjatë të cilës shërtohen pretendimet për shkelje. Kështu, për dallim nga format e tjera të hetimit, ky hetim përshtatet me rregullat e procedurës administrative, sipas specifikave që ka. Gjatë fazës së hetimit administrativ, në bazë të provave të mbledhura, duhet të përcaktohet në mënyrë objektive dhe të drejtë nëse pretendimet në raportimin në interes publik janë të bazuara. Gjatë fazës së hetimit administrativ, punëdhënësi sipas ligjit duhet të vendos në dispozicion të hetimit të dhënat, dokumentacionin dhe provat e zotruara prej tij, të cilat janë relevante për çështjen konkrete. Cila është kohëzgjatja e hetimit administrativ? Sipas ligjit, hetimi administrativ duhet të përfundojë brenda 45 ditëve nga data e pranimit të raportimit me interes publik. Kështu, afati fillon të rrjedh nga momenti paraqitjes së raportimit dhe jo nga data e njoftimit të sinjalizuesit për pranimin e sinjalizimit. Edhe pse ligji jep një afat
prej 45 ditëve, zyrtari përgjegjës duhet të përpiqet që hetimi administrativ në çdo rast të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur dhe jo domosdoshmërisht të tejkalohet ky afat. Në rastet kur hetimi administrativ nuk mund të përfundojë brenda afatit prej 45 ditëve, ligji lejon zgjatjen e afatit edhe për 45 ditë të tjera. Shtyrja e afatit duhet të bëhet me arsyetim specifik lidhur me rrethonat që kanë ndikuar në pamundësinë e përfundimit të hetimit brenda afatit fillestar dhe për këto rrethona duhet të njoftohet edhe sinjalizuesi. Por, çfarë duhet të vërtetoj zyrtari përgjegjës gjatë fazës së hetimit administrativ? Fillimisht, zyrtari përgjegjës është i detyruar të hetojë gjendjen faktike lidhur me pretendimet e paraqitura. Kjo përfshin detyrën e tij për të vlerësuar nëse pretendimet janë plotësisht ose pjesërisht të vërteta, ose të rreme duke u bazuar me prova të ndryshme. Pas përcaktimit të gjendjes faktike, pra asaj çfarë ka ndodhur, zyrtari përgjegjës duhet të vlerësojë nëse veprimi konkret, pra ajo çfarë ka ndodhur, mund të konsiderohet si shkelje e ligjit, mospërmbushje detyrës ligjore, dëmtimi i drejtësisë, rrezikim i shëndetit apo sigurisë së individit, dëmtimi i mjedisit, keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autoritetit publik, diskriminim, shtypje apo keqmenaxhim serioz. Me qëllim të vërtetimit të pretendimeve të përfshira në një raportim në interes publik, zyrtari përgjegjës mund të përdorë prova të ndryshme. Përkatësisht, gjatë zhvillimit të një hetimi administrativ, zyrtari përgjegjës mund të përdorë prova të ndryshme si të dhëna zyrtare, intervista, informata publike, konsultime ekspert apo edhe inspektime të caktuara. Nuk ka ndonjë kufizim se cilat nga provat duhet të përdoren nga zyrtari përgjegjës me rastin e zhvillimit të një hetimi administrativ. Është përgjegjësia e zyrtarit përgjegjës të vendosë se cilat prova janë relevante dhe të nevojshme për të vlerësuar pretendimet e ngritura në një sinjalizim. Ndërkaq, punëdhënësi është i detyruar të vendosë në dispozicion të hetimit të gjitha të dhënat dokumentacionin dhe provat që zotëron të cilat mund të nevojitën zyrtarit gjatë zhvillimit të hetimit administrativ. Nëse pas zhvillimit të hetimit administrativ, zyrtari përgjegjës vije në përfundimin se në një rast të caktuar nuk kemi të bëjmë shkelje, zyrtari përgjegjës e evidenton këtë në raportin të cilin ja përcjell punëdhënësit dhe për këtë e njofton sinjalizuesin. Ndërsa, nëse në përfundim të një procedure të hetimit administrativ, zyrtari vihet në dijeni se sinjalizuesi nuk ka besuar ose nuk ka mundur që arsyeshëm të besojnë në përmbajtjen e raportimit, atëherë edhe kjo evidentohet në raport. Kjo pasi ky fakt nuk kupton se sinjalizuesi ka vepruar në keqbesim dhe sipas ligjit i njëjti nuk gëzon mbrojtjen e sinjalizuesit. Ndërsa, nëse pas përfundimit të procedurës së hetimit administrativ, zyrtari përgjegjës vjen në përfundim se pretendimet e ngritura janë të bazuara, rrjedhimisht kemi të bëjmë me shkelje, atëherë zyrtari përgjegjës nxjerr raport me konstatimin e shkeljeve të cilën raport ja përcjell punëdhënësit dhe për këtë e njofton sinjalizuesin. Në rastet kur nga hetimi administrativ rezulton se raportimi në interes publik është i bazuar, raporti duhet të përfshi edhe mosat që rekomandohen të ndërmerren. Pas pranimit të raportit me rekomandime, varësisht gjetjeve, punëdhënësi mund të ndërmarrë mosa brenda kompetencave të tij apo të drejtohet organeve të tjera kompetente. Drejtuesi i institucionit i cili pranon raportin me rekomandime nuk është i lidhur me rekomandimet e dhëna nga zyrtari përgjegjës. Kështu, në drejtim të sanimit të shkeljeve të evidentuara, drejtuesi i institucionit mund të ndërmarrë edhe mosa të tjera të cilat nuk janë propozuar apo të modifikoj mosat që zyrtari përgjegjës
ka rekomanduar që të ndërmeren. Po ashtu, nëse në rastet të caktuara, raporti ka konstatuar se ekziston një dyshim i arsyeshëm për kryerjen e një vepre të caktuar penale, për këtë punëdhënësi e informon prokurorin e shtetit dhe për këtë mënyrë të veprimit njoftohet edhe sinjalizuesi. Me këtë rast, duhet theksuar se nga zyrtari përgjegjës në raport nuk kërkohet që të vërtetoj kryerjen e veprës penale, por se për ta përcjellë rastin në prokurorin kompetente, mjafton dyshimi i arsyeshëm për ekzistimin e një vepre penale. Sipas ligjit, dyshimi i arsyeshëm përkufizohet si njohuri për informacionin që do ta binte një vëzhgues objektiv që një vepër penale ka ndodhur, po ndodh ose ka mundësi të konsiderueshme që do të ndodhë, dhe se personi në fjalë mund të kryej ose mund të ketë kryer vepër penale. Ajo se çfarë mund të konsiderohet e arsyeshme do të varet nga të gjitha rrethonat. Për të gjitha vendimet e marra nga punëdhënësi, sipas raportit të zyrtarit përgjegjës, punëdhënësi e njofton sinjalizuesin. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë është i publikuar udhëzuesi për mënyrën e kryerjes së hetimit administrativ, në të cilin udhëzues është sqaruar në detaje procedura e hetimit administrativ. Pjesë e këtij udhëzuesi janë po ashtu edhe format e nevojshme të akteve që duhet nxjerrë gjatë procedurës së hetimit administrativ të rasteve të sinjalizuara.